Konflikti për ujë invaditës të tokës është bërë shkak i plagosjes së Mhill Palit në fushë Cukal, i cili si pasojë e plagës së marrë gjeti vdekjen në spitalin rajonal të Shkodrës. Pak orë pas ngjarjes, policia bashkë me zbardhjen e motivit arriti të vërë në prangë autorin e dyshuar të kësaj ngjarjeje, i cili rezulton shtetasi Pjetër Pjetri, banues në fshatin Logegaj, bashkia Vaudejës, i cili pas marrjes në pyetje ka pranuar autorsinë e vrasjes. Si provë materiale, grupi hetimor sekuestroi një gzhoj në vendngjarje, ndërsa vijon punën për gjetjen e armës tip automatik, pasi autori e ka hedhur gjatë momentit kur tentonte të fshihej nga policia. Mësohet se mes dy familjeve kishte pasur konflikte të vazhdueshme për vijën invaditëse të tokës, thon kështu burimet policore, të cilat sqarojnë se ditën e hënë debatet kishin agravuar deri në marrjen e armës nga Pjetër Pjetri, duke shtënë mbi 50-vjeçarin Pali, i cili ndonë se u soll me urgjencë në spitalin e Shkodrës, nuk arriti të mbijetojë. Materialet proceduriale i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme, me akuzën plagosje me dashje me pasojë vdekjen dhe armbajtje pa leje.